Ne do të angazhohemi që rroga e mësuesve në këtë Republikë në 4 vite të rritet me 25% mi rrogën bazë çdo vit, që do të thotë në fund 4 viteve, mësues me rrogë më të ulët se 2 fishi i kësaj që ka sot nuk do të ketë. Ne angazhohemi që shkollat e këtij vendi t'i kthejmë në oaze të dijes, dhe kjo mund të ndodhë dhe do të ndodhë. Madje ju e kujtoni kur ne e thoshim që para një viti se kemi qenë në Vlorë, që kemi thënë listat me xhutona në Tiranë, që janë gjithë me vila nga 2-3. Mos i dëgjoni. Djenë të mirë po fluturojnë me qilim. Mos i dëgjoni se nuk kanë gjë në dorë, ndaj flasin pa teklif. Si erdhi puna sot që ka prezantuar para ca ditësh pikat e veta? Do ta bëjmë shkollën e drekta, ua. Kur tham ne vjet do ta bëjmë pensionin minimal. €200 qilima fluturus nga Tirana e deri në Kret, deri para pak javësh. Kur që puna e çmimit të energjisë elektrike, thoshte jo që s'do ulet, por duhet rritur, sepse ne nuk kemi mundësi ta paguajmë, është i shtrënjë. Pasi ne e propozuam që do ta çojmë 7.4 lekë dhe në asnjë rast më shtrënjë se kos. Pra është shumë e rëndësishme që ky vend në mos një pushtet të ri të ketë një opozitë të re, të pakapur, sepse opozita reale është ajo që e detyron çdo lloj pushteti të transformohet. Ministët e këtij vendi pas këtyre zgjedhjeve, pension në €200 nuk do të ketë, sepse të gjithë erdhën te fjala jon, i detyruam. Për të mbajtur frymën gjallë, duhen minimalisht €200. Kaq thot. Po si do jetojnë ata që marrin pension invaliditeti nga 80.000, nga 120.000, nga 160.000? Po si do jetojnë gjyshrit dhe prindrit tanë që marrin pensione nga 100.000, nga 115.000, nga 130.000? Në fshat, po dhe në qytet ka? Po si do jetojnë ata që janë në ndihmë ekonomike dhe marrin gjëra qesharake? Po si do jetojnë nënat me fëmijë tim që marrin nga 30.000 lekë të qelbura? Jas me shoqëria kujdeset, ndërkohë që për të jetuar duhen €200 në muaj, me çfarë do jetojnë? O do vjedhin, o do lypin, ose do ikin nga Shqipëria. Për këtë arsye, programi jon parashikon minimumi jetik dhe pagesë invaliditeti nën €200 në Republikë. Për të gjitha ata të rinj, dhe kam një lajm të trisht, janë disa qindra familje që kanë ikur në 8 muajt e fundit nga Vlora, dhe këte kam të vërtetuar. Është e trisht të ikësh nga Vlora, se nëse një njeri arrin të iki nga Vlora, imagjinoni nga pjesët e tjera të Shqipërisë. Për këtë arsye, kemi një plan të qartë për rivitalizimin, rijetësimin ekonomik të Shqipërisë.